Komunitetet fetare në Vlorë shprehin shqetësimin për projektligjin e ri për barazinë gjinore. Termi gjini gjithëpërfshirë se rrezikon të sjellë konfuzion dhe të dobësojë institucionin e familjes sipas tyre. Muftiu rrethit të Vlorës Ardito Xllaku thotë se gjinia është e krijuar nga Zoti i gjithësisë dhe nuk është e lënë në dorën e krijesave që ta zgjedhin apo ta tjetërsojnë. Zoti i gjithësisë në Kuranin famlar, të cilin ne muslimanët besojmë se është fjala e Zotit dhe s'kemi dyshim tek ajo, thotë në kapitullin e Nejm, që flet për krijimin dhe për hyjet, thot ai është që krijoi çiftin, mashkullin dhe femrën. Pra nga këtu e kuptojmë se gjinia është e caktuar nga Zoti i gjithësisë. Nuk është diçka që na ka lënë në dorë neve. Dhe në një vend tjetër thot, dhe ai krijoi çdo gjë në çift, mashkullin dhe femrën. Pra, në këndvështrimin islam, identiteti gjinor është i caktuar nga Zoti i gjithësisë, nuk është diçka e lënë në dorën tonë, në dorën e krijesave që ta zgjedhin atë, ta ndryshojnë, ta transformojnë apo ta tjetërsojnë atë. Edhe drejtuesi i Kishës Katolike në Vlorë, Padre Sonil, thekson se Zoti ka krijuar burrin dhe gruan. Ai thotë se Kisha Katolike është për një familje të fortë. Si komunitet katolike unë besoj, si Bibla thotë, Zoti ka krijuar njerëzit me një burr ose edhe me një gra. Edhe kur unë dëgjoj këtë gjë, unë besoj duhet të jemi sakt. Do të thënë, jemi për familje. Edhe sepse Zoti ka krijuar për të vazhduar misionin e tij në jetën tonë si një burr ose edhe një gra. Edhe kur bëhet këtë gjë, besoj ne duhet të besojmë si një familje, edhe vazhdojmë si dëshiruar Zoti për jetën tonë në botë. Përfaqësuesi i Kishës Ungjillore në Vlorë, Farudin Zykaj, shpreh kategorikisht kundër projektligjit pasi dëmton familjen shqiptare. Ne jemi absolutisht kundër sepse ne jemi të bindur që Zoti krijoi burrin dhe gruan dhe krijoi familjen. Kështu vazhdon jeta. Dhe duke parë këtë gjë që dëmton familjen shqiptare, dhe ne e dim shumë mirë që ne si shqiptar familjen e kemi shumë të shenjtë. Edhe për shembull unë jam përballë teja dhe e di që ti ke dy çuna të mrekullueshëm, po unë në mendjen time apo dhe ti nuk mund ta imagjinoj dot që këta çuna ti shikoj vajza apo vajzën time unë ta shikoj çun. Edhe jemi automatikisht kundër këtij projektligji, biles ne kemi një thirrje si Bashkësi Ungjillore në të gjithë Shqipërinë, por dhe në Vlorë që të nderuarit ligjvënës që ne u kemi besuar dhe u kemi dhënë votën tonë, ata që njoh nga Vlora janë të gjithë prindër. Edhe nuk mund ta imagjinoj që ata mund të pranojnë të votojnë një projektligj të tillë që dëmton shumë rënd familjen shqiptare. Ne na duket sikur është larg kjo gjë, por ne mendojmë që është shumë afër, sepse po të shikosh dhe lëvizja e grupeve të caktuara, ne nuk kemi duke gjykuar askënd për jetën e tyre që bëjnë. Por do luteshim shumë që mos të ndikojnë në jetën e familjeve tona, sepse po të shikosh projektligjin, së shpejti do të futet nëpër shkolla dhe si ka mundësi që ne mund të çojmë fëmijët në shkolla dhe dikush të shkojë dhe të flasë për një gjë që është shumë e gabuar, ashtu si Zoti e ka ndërtuar këtë gjë. Ky projektligj nuk është konsultuar me komunitetet fetare, derisa ato nuk kanë asnjë informacion mbi mënyrën dhe bazat e ndërtimit të tij. Sipas drejtuesve të feve në Vlorë, personave apo shoqatave që kanë bërë propozimin e këtij projektligji nuk u intereson as pak konsultimi. Në bazë të deklaratës që ka bërë Këshilli Ndërfetar, ku bën pjesë edhe komuniteti musliman i Shqipërisë, kuptojmë që nuk është konsultuar me komunitetet fetare, jo vetëm me ne si musliman, por me asnjërin nga komunitetet fetare. Pra ky projektligj është projektuar nga persona apo shoqata apo edhe institucione të cilët me sa kuptojmë nuk ju intereson konsultimi i komuniteteve fetare, të cilat janë edhe themeli i këtij vendi. Deri tani unë nuk kam ide fare, nuk kam takuar me askush edhe nuk ka ardhur askush për të takuar me mua për të folur këtë gjë. Nuk ka pasur asnjë konsultim për këtë projektligj. Dhe ne duke konsideruar familjen të shenjtë, nuk mund ta pranojmë këtë gjë. Si do ishte sikur çdo grupim i caktuar interesi të bëj projektligje dhe të çojë në parlament. Po ne që jemi 99% e popullit shqiptar, a duhet të bëjmë projektligje kundrejt këtyre grupeve? Kështu që unë kam një thirrje si përfaqësues i Kishës Ungjillore në Vlorë, po edhe si pjesë e komunitetit vlonjat, ju lutem shumë ligjvënësve mos ta marrin përsipër të firmosin edhe të bjen dakord me këtë projektligj. Pasi është një thënie shumë e mirë në librat e shenjtë ku thuhet: kujdes nëse bëni dëm
në popullin tuaj do të dënoheni 7 breza. Dhe nëse ata do ta marrin këtë bar përsipër, le ta marrin edhe le të vazhdojnë. Por unë jam i sigurt që populli shqiptar nuk do ta mbështesë këtë gjë në masë shumë të madhe. Por cilat do të jenë hapat e mëtejshëm të komuniteteve fetare në Vlorë për të penguar këtë projekt ligj? Ne do bëjmë çmoshin që të mos miratohet, sepse nuk duhet të harrojmë se deputetët të cilët janë në parlament janë deputetët të cilët këta njerëz i kanë çuar, pra duke i zgjedhur, i kanë çuar atje, dhe kur marrim parasysh përqindjen e popullit në Shqipëri, shumica është muslimane. Por sot kemi të bëjmë me të gjitha komunitetet fetare që janë kundra këtij projekt ligji. Atëherë do të thotë që ky ligj është kundra popullit shqiptar. Jemi gjithë, mund të themi, jemi familja e Zotit, ose jemi një familje, por kur bëhet si një situatë këtë të tillë, Kundërshtojmë me shumë forcë këtë gjë dhe do ta ndjekim hapasak në gjitha institucionet që mund të japin të drejtë kësaj gjëje që e ka bërë Zoti të drejtë, nuk e bëjmë ne njerëzit.